Ku do ta kaloj pleqërinë Idrizi? Idrizi ma marrë mendja në Kosovë, në Mallzi dhe në Shqipëri. Jo në Gjermani mo. Zbesoj. Çfarë do bësh me biznesin këtu? Biznesin sigurisht që Të fëmijët. të djemt, kanë 2 djemt, tash i kanë marrë hapët e parë. A punojnë djemt tu sot? Po, 2 janë. 2 janë ndritje është më e madhe, e ka domethënë edhe ai është si imobilien makler, ka shkollën kryen Petrips vjet, është domethënë përfundim më sipër. Blerti është pak më i vogël, edhe ai është ashtu në Kofmeni shqiptaraj, ose në si thohet shqip domethënë në punë zyrtare administrative ose ekonominë, dhe janë 2 domethënë që e menaxhojnë. Kurse unë jam momentalisht si drejtor ekzekutiv i krejt biznesit. Fëmijët kanë pasionin e njëjtë për biznes si ti? Po ne themi shqip dardha pikë në dardha, po, popullorë që edhe kështu që edhe ata njëjtin pasion e kanë. Njëjtin pasion. Okej, bukur. Përveç biznesit, a kina e hobi, pasion, a ki ko për më marrë me diçka tjetër? Përveç se të kam fut me bleni old-timer tash. Unë jam marak në makinat e vjetra bro, i kom 1-2 copa për të pikë qefit, edhe Idrizi tha dhënë të me bleni, a blev edhe një Idrizi. Po, tash jam antar i klubit Prishtina, dhe më thonë old-timer Prishtina, se jam edhe banus në Prishtinë. Edhe kështu që Altini, Sherri Altini, do të me inë këtë biznes, nështë se kom pas ko, kemi marrë pjesë tani. Amo është sport i veçantë, realisht po se provove, marrë është shumë interesant, me pas old-timer është diçka shumë interesant, ndjenjë veçantë. Se kom ditë, amo është shumë interesant kur del me makinë të vjetër edhe krejt njerëzit vinë dhe shohin e bëjnë foto me të edhe është... Dhe mos kërë ki marak. Unë i du shumë, makinat e vjetër i du më shumë se sa të rejat. Makinat tash, unë thash makinat e drez, mos edhe në makinat e vjetër ashtu i dojmë, dhe ma jemi lidhën në paka shumë, dhe ma dojnë shumë kohë, do të më marrë shumë ato, janë shumë sanë delikate, mirë po që thëtë Altini, ku tje Markli, dhe më në gjithë shka është, okej? Kjo është pasionim, pas të mire me natë, me udhëtime, udhëtoj shumë shpesh, edhe që s'kam shumë kohë, po unë zhdukna, dhe më në ka 3-4 ditë, që aty është ajo përparësia jeme, ku ta arrit atë nivel në biznis, që mund është dhe më në mu largu nga biznisi, me pas njerëz të duhe, zë stafin e duhe. Qëfar vene ki qef më shëtita, ka je konë? Im konë shumë jashtë trevave tona, për jashtë trevave tona, dhe më thonë, Maledivjen më ka pëlqy, në Tajland, në Indi, në Kinë halasim konë. Në Indi qëfar veçante patë? Interesant. India është, si të tash për ne, është klim pak e rëndë, dhe më thonë, është klim shumë me lakshtit madhe, unë s'ku mujtë më përshtatë aty, dhe më thonë, kum dajtë shumë një kohë të shkurt një javë ditë. Në botën arabe jem konë shumë vende, dhe më thonë, jem konë në Emiratet e Bashkuara, në Kuwait, në Katar, dhe në më thonë, këtu në Oman, kemi qenë, dhe në Arabi Saudite kam qenë shumë shpesh. A ka vende që nuk i kishe vizitu? Po tash momentalisht për ka ona politike, nërsi kum pas qef se një dhe gjuhën mirë, kisha vizitu një për qef. Aty kum pas qef, po një momentalisht jo, as Ukrainë një për pas luftës, po tash të s'po di shka më tonë, ka vende që s'më pëlqenë, po që kam qef kishen vende i radhës Japonia, aty kam dëshirë. Japoni? Po në Japoni. Në Japoni se do këtë që në shumë interesant, shumë të kulturun, edhe kisha pas qef një kulturun. Shumë vend i mirë. Besoj që këto, tash s'po thom këto javë, këto muaj besoj që edhe atje e jap një vizit shkurt, kështu blitz.